Eurodeputeti austriak Lukas Mandl tha se Komisioni i ri Evropian do të jetë më i mirë në menaxhimin e dialogut Kosovë-Serbi, ndërsa për shefin e diplomacisë së BE-s Kaja Kallas, Mandl tha se shumë është seriozisht këtë çështje. Por Mandl thotë se dhe palët Kosova dhe Serbia duhet të kenë një rritje më të shpejtë në dialog dhe se është i rëndësishëm një proces të tillë dialogu që të vendosë diçka në tryezë nga secila palë. Në një intervistë për median në Kosovë, ai është shprehur se është i rëndësishëm ajo që vihet në tryezë, ndër të tjera, ai ka thënë se nuk është vetëm i rëndësishëm të presësh se çfarë do të mund të vënë në tryezë pala tjetër përkatëse, por është e rëndësishme të vësh diçka vetë në tryezë, ndërsa për qeverinë e re të Kosovës, ai thotë se kjo duhet të jetë prioriteti i saj. Kjo duhet të trajtohet si një nga prioritetet e qeverisë së ardhshme, të parlamentit të ri në Republikën e Kosovës, që të ketë një agjendë të qartë se si do të zgjidhen problemet, se si do të adresohen çështjet e hapura të pazgjidhura. Kjo do të ishte çësia që mund t'i rekomandoj të gjithëve në Kosovë, pa marrë parasysh nëse janë në opozitë apo pozitë, pa marrë parasysh kush do të krijojë një qeveri të re. Pas organizimit të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, Mandl pret në institucionet vendore që të ndërmerren reforma në Kosovë. Ai është shprehur se gjithashtu mendoi se në çdo parti politike në Kosovë ka njerëz të besueshëm dhe në Kuvendin e Republikës së Kosovës ka deputetë sapo zgjedhur që janë të besueshëm dhe të aftë dhe që ato do të gjejnë një zgjidhje të shkëlqyer për të ardhmen. Ky është besimi im në këtë shtet të ri të Europës dhe se populli i tij ka zgjedhur në mënyrë demokratike.